Evi Kokalari, aktivistja shqiptaro-amerikane, e cila nga një mbështetëse e Sali Berishës gjatë kohës kur ai nisi turin e foltoreve dhe përplasjet me Lulzim Bashën, është kthyer në një kundërshtare të tij. Në një postim në rrjetet sociale shprehet se qëllimi i saj është pastrimi total i mentalitetit komunist, shkatrimin e plot kupolës së regjimit postkomunist. Kokalari shkruan se Berisha, që ishte një student i të atit të saj në Fakultetin e Mjekësisë, profesor doktor Petrit Kokalarit, adhuronte Enver Hoxhën. Postimi i plot i Evi Kokalarit. Me shumë respekt duat ju kujtoj atyre që më shkruajnë privatisht se është Sali Berisha jo budallënj, se vi nga ajo familje që juve ju dha dhe Enver Hoxhën dhe Musine Kokalarin. Plus 20 të tjerë që nga frika e forcës së tyre intelektuale kushëriri i madh i persekutoi deri në palc. Në ndryshim, Sali Berisha, që ishte gjithashtu një student i babait tim në Fakultetin e Mjekësisë, profesor doktor Petrit Kokalari, ai, pra Berisha, adhuronte kushëririn e madh në një kohë që shumica jon, fut këtu dhe timat, ishim distancuar dhe larguar nga vëmendja e kupolës komuniste të vendit dhe fokusoheshim tek mbijetesa e brezave. Ndoshta ai është Sali Berisha për ju budallënj, por gjërat nga ku qëndroj unë duke ndryshe, shumë ndryshe, dhe për të shprehur super qartë, për mua është një element shtesë që duket qartë që duhet luftuar. Këtë që bëj për PD-n nuk është për karrierë politike, ndryshe do kisha pranuar pozicionin e nënkryetarit kur Berisha ma ofroi përpara kuvendit 2022. Këtë e ka pranuar vetë Berisha publikisht në një intervistë të dhënë disa vite më parë. Ajo që duhet bëj nuk është vetëm për PD-n, por për vendin, dhe ndjej obligim në këtë pikë të mbaroj çka nisën kushërinjtë e mi. Pastrim total të mentalitetit komunist, shkatrimin e plot kupolës së regjimit postkomunist dhe pse jo shkatrimin e Partisë së Punës së Shqipërisë, që është akoma në ekzistencë sot dhe kësaj dite. Nëse dikush ka takatin, energjinë dhe pasionin tim të dalë dhe ta marrë PD-n, edhe ta kryesoj këtë luftë, por nëse do thoni se nuk ju lë Berisha, ju nuk jeni për këtë punë. Në këtë pikë ka vetëm një rrugë, vetëm përpara dhe gjithmonë djathtas.